Faleminderit. Tani, duke marrë për referencë dhe fjalën e Zotit Klosi, antarit komisionit, që na përgëzoi e na bëri komente pozitive, por na bëri qartë edhe se kishim kuptuar akoma ne që reforma pas ka qenë e suksesshme, kjo reforma e 2014-s, nga sa dëgjova kryetarët e bashkive edhe nënkryetaret, rezultoi që kanë një sër problematika të rëndësishme që kjo reformë pas ka bërë të pamundur ofrimin e shërbimeve për një numër të rëndësishëm, një numër caktuar shërbimesh të rëndësishme që bashkitë pas kanë të pamundur ta ofrojnë. Pra Zoti Klosi do thotë që krisma pas ka pasur, thaj. Reforma nuk qenë nga ajo që pretendoni ju. Tani, të nderuar kryetarë dhe nënkryetarë, me që mu referove Zoti Hide, duhet dish që toga e pushkatimit bashkive nuk është në këtë krah, është në atë krah. E ke ngatruar drejtimin. Tani, a ka mundësi, o ti zotëri, kur ta marrësh fjalën, pastaj thuaj çfarë duash. Kur ta marrësh fjalën, a ka mundësi tani mos më ndrysh. Doktor, më qeto doktor. Më qeto doktor. O doktor. Po më qeto. Shiko, a mund ta vazhdojmë edhe të mos i ndryjmë njëri tjetrin se pastaj pak. E mo futi një aspirinë edhe qetësohesh. Po tani shiko, nga pala këtema tanë që të keni qartë e komisionit, pretendohet që bashkit nuk performojnë ekonomikisht dhe përjedhoj do duhet të bashkohen, të shkrihen dhe të bashkohen në njësi më të mëdha me idenë që do të kenë mundësinë për të performuar më mirë. Lidhet edhe ideja e krijimit të një rajoneve, ku një pjesë të madhe të kompetencave të bashkive, të kryetarëve të bashkive, do t'i marrë rajoni, me pretendimin që do të ofrojnë shërbime më të mira dhe më cilësore dhe në kohë më të afërt ndaj qytetarit. Pyetja që unë kam për ju është konkrete. A mendoni ju që shkrirja e bashkive tuaja në njësi më të mëdha e përmirëson cilësinë e shërbimeve të atyre që ju pretendoni që i ofroni mirë, po dhe të atyre për cilat ju shprehet rezerva për pamundësi. Dhe kjo pamundësi, unë kam qenë vetë kryetar bashkie, në kohën kur u bë kjo reformë. Dhe e di mirë se çfarë problematika është ka, sidomos atëherë që ishte çdo ditë vinte nga një urdhër ministri edhe pse kishte një ligj 139/2015 ishte i pasbatueshëm, funksiononte me urdhra ministra çdo ditë. Çdo ministër zgjoi, nxirrte një urdhër dhe dilte përtej ligjit. Dhe kemi hequr zile ullirit në atë periudhë për t'i menaxhuar ato bashki. Po sot prap që them që në momentin që jemi, ju keni një sër problematikash. Dhe problematikat për mendimin tim nuk janë nga paaftësia juaj apo e stafeve tuaj për t'i ushtruar të shërbime. Janë nga mungesa e vullnetit të qeverisë për t'ju suportuar me kompetenca dhe me financa mbi të gjitha. Sepse pretendohet që nëse krijohet rajoni do ta bëjë më mirë, do ta ofrojë më mirë shërbimin. Pyetja që kam unë është, ku do t'i marr parat rajoni? Do marr parat e bashkive? Do ketë taksa apo tarifa shtesë mbi qytetarët për të marrë buxhetin e vet? Apo do t'i marrë nga buxheti i shtetit?